Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues këtë radhë në rubrikën Opinion. Ne do të flasim sot për fushatën e nisur nga Ministria e Brendshme për dorëzimin vullnetar të armëve dhe me ne në studio për zoti Albert Dervisha, shefi i sektorit të rendit publik në drejtorinë e policisë. Zoti Dervisha, ju përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. E nisi me pyetjen pse duhet tani kjo thirrje për dorëzimin vullnetar të armëve. Po të analizojmë disa faktorë, përse duhet të bëjë një amnisti në këtë moment lidhur me dorëzimin vullnetar të armëve apo dhe të municioneve të tjera. Duhet të analizojmë disa faktorë. Ngjarjet kriminale që kanë ndodhur, ngjarjet aksidentale që kanë ndodhur me armët, me municionet, apo nga pakujdesia, kanë sjellë pasoja për jetën e njerëzve apo dhe për pronën publike a private. Tendenca e përdorimit të këtyre armëve ende është aktuale në disa raste nga persona dhe individ të veçantë. Në mjaft raste konfliktet të ndryshme të vjetra apo dhe të reja kanë gjeneruar deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Edhe ky është një faktor tjetër që është marrë në konsiderat. Armët e zjarrit në duart e njerëzve, sidomos në disa raste në duart e fëmijëve, janë një rrezik potencial për jetën e tyre. Dhe shpesh dhe këtu kemi patur raste të dëmtimit apo dhe të humbjes jetës. Me gjithë rezultatet e arritura nga amnistitë e tjera pas vitit 1997, ende mendojmë dhe ka armë në duart e njerëzve. Ky rrezik, përderisa këto armë mbeten në duart e njerëzve, është potencial dhe është aktual. Në kontekstin e nismës të iniciuar nga Ministri i Punëve të Brendshme, mos gjuaj, por duaj, Drejtoria e Policisë së Shtetit i analizoi këto faktorë dhe inicioi me disa akte normative në zbatim të ligjit për amnistin. Ligji numër 141 i vitit 2016, më falni, ka hyrë në fuqi. Është java e parë që ai është në zbatim të plot, dhe do të vazhdoj deri në datën 30 prill të vitit 2017. Ka nisur pra që në datën 15 dhe do të përfundojë në datën 30. A ka patur deri tani bashkëpunim nga qytetarët? Rezultatet e ditëve të para janë mjaft premtuese. Ne i vlerësojmë këto si një sinjal shumë të qartë të ndërgjegjësimit të qytetarëve shqiptar, lidhur me thirrjen që është bërë për dorëzimin e armëve të zjarrit apo dhe të municioneve të tjera, të materialeve të tjera luftarake. Gjykojmë se kjo nismë do të përfaqësohet, do të ndjejë, domethënë, edhe bashkëpunimin e qytetarëve të tjerë, të cilët në këtë moment janë në hamendësimin midis thirrjes për të dorëzuar këto armë zjarri dhe hezitimit për të ndërmarrë veprimin konkret për dorëzimin e tyre. Ne mendojmë që edhe me bashkëpunimin e institucioneve të tjera, si të prefektit, të pushtetit vendor, të OJF-ve, por sidomos të mediave, dhe për këtë dëshiroj që të falenderojmë, sepse ju jeni në krahun e asaj propagande dhe atij veprimi që policia e shtetit ka ndërmend ta kryej deri në fund dhe që e vetme nuk mund ta realizojë në masën e pritshme. Ne mendojmë pra se përqindjet e dorëzimit të armëve të zjarrit nga qytetarë shqiptarë do të vinë dita ditës duke u rritur. Atëherë pse kjo periudhë kaq e shkurtër, vetëm 3 muaj e gjys deri në 30 prill? Mos ndoshta duhet ishte në shtrirje pak më të madhe kjo fushatë? Dhe çfarë do të ndodhi pasi të përfundojë fushata, pas 30 prillit? Sigurisht është analizuar eksperienca dhe përvoja shqiptare. Në 2 amnistitë e tjera të dhëna pas vitit 1997, kur u krijua një ligj për dorëzimin e armëve, për regjistrimin e tyre e tjerë, dhe ai ligj në vitin 2003 u rimiratua sërish, për arsye sepse u vlerësua që ende kishte armë duart e njerëzve. U analizua përvoja atyre 2
amnistive dhe është gjykuar në interesin më të mirë që një amnisti afat shkurtër, si një prioritet afat shkurtër, do të jetë më rezultativ në ndërgjegjësimin dhe në evakuimin e të gjithë armëve ose në pjesën më të madhe të armëve që ndodhen në duart e njerëzve në mënyrë të kundërligjshme. Kjo nuk do t'i lodhë njerëzit, nuk do t'i mbajë në atë pritshmërinë prit se kam kohë, se ka 2 vjet amnisti dhe unë në fund të periudhës amnistisë do t'a çoj armën dhe kur vjen fundi i amnistisë ndron mendje. Në një amnisti afat shkurtër, njerëzit do të ndërgjegjësohen dhe do të jenë më të prirur drejt vendimarrjes pozitive për t'u përgjigjur nismës që bëhet për dorëzimin vullnetar të armëve luftarake që mbahen pa lejë. Dikush që do të dorëzoj armën e tij, çfarë bën? Çfarë procedure duhet ndjekur? Hyn njeriu me Kalashnikov brenda komisariatit, apo ka disa rregulla? Shqiptarën edhe për gjithë publikun. Ju keni shumë të drejtë, ne I kemi parashikuar këto në projekt vendimin e Këshillit Ministrave dhe në aktet normative të drejtorit të Policisë së Shtetit, apo në një program pune që është hartuar, dhe është përcaktuar taksativisht dhe sakt se qytetari shqiptar nuk duhet të dali me një pushk apo automatik në dorë apo në suk dhe t'u drejtohet komisariateve të policisë. Pra nuk duhet bërë kështu. Nuk duhet bërë kështu. Ditët e para ka ndodhur në një rast që në një qytetar shqiptar e ka marrë armën e zjarrit dhe ka shkuar drejt komisariateve të policisë. Por është menduar të veprojmë ndryshe edhe për të shmangur në një keq kuptim, edhe për të evituar në një problematik që mund të ndodhi në rrugë e sipër. Dhe është menduar të veprohet duke bërë një njoftim paraprak qytetari në një nga strukturat e policisë ku ai ka më afër. Në telefon, drejt për së drejti, apo dhe me email në adresat e emailit që ka Policia e Shtetit, qoftë komisariati digital apo qoftë adresat e tjera të emailit. Sigurisht, nëse ai merr në telefon, oficeri I shërbimit do të mbajë shënim adresën, generalitete dhe një numër telefoni, dhe brenda 24 orësh do të shkojë punonjësi I policisë në banesën e qytetarit, të hartoj një proces verbal dorëzimi, që qytetari pra dorëzon një armë dhe 100 fishek, po themi, dhe prej aty detyrimi I qytetarit mbaron. Edhe për të mos e sorollatur lart e poshtë, nga fshati të vinë në qytet, apo në postën e policisë, apo në stacionin e policisë, por dhe për të evituar keqkuptime të tjera që mund të lindin. Ndoshta kjo e bën edhe të stepen për shkak edhe të sanksioneve që mund të ketë. Janë dhe të friksuar. Ne mendojmë që parametrat e rendit dhe të sigurisë publike, në momentin që flasim, të cilat ne I kemi analizuar me shumë kujdes, na bëjnë të jemi vetbesues se procesi do të shkojë mbar dhe qytetarët shqiptarë do t'i përgjigjen thirrjes për dorëzuar armët e zjarrit. Ata nuk duhet të kenë frikë, nuk duhet të hezitojnë, për arsye sepse Policia e Shtetit është një institucion në krah të tyre, nuk do të ketë asnjë keq kuptim nga dorëzimi I armëve, absolutisht jo. Edhe nëse do të shnohet në procesverbal emri I tij, ky procesverbal do të mbetet shumë konfidencial, nuk ka për të ndodhur asnjë problematik lidhur me personat. Por sigurisht ne I marrim në konsiderat konfliktet që mund të ketë një qytetar me një tjetër, apo ndonjë konflikt I ri që mund të ketë lindur. Dhe në këto raste, policia do të marrë në konsiderat edhe konfliktin, ashtu si kurse në zbatim të ligjit ajo ka vepruar dhe vepron edhe për raste të tjera. Pra, konteksti I kësaj që po them është që arma nuk është një mbrojtje për qytetarin. Zoti Dervishe, duke qenë se kjo nismë vjen 20 vjet pas armatosjes masive të popullatës, ka pasur, ajo thatë, edhe fushata të tjera për dorëzimin, shumë njerëz I kanë dorëzuar, por pas 20 vjetësh shumë nga ata që I kanë për një arsye ato armë që nuk I dorëzojnë apo jo. Natyrisht shumë njerëz besojnë unë që do t'i dorëzojnë, por ka dhe që I mbajnë për arsye të ndryshme. Nuk ndjehen shumë të motivuar për t'i dhënë. Kjo karrota do të shoqërohet dhe me një shkop, ta themi kështu, pra krahas kësaj amnistie, do të thuhet që përkundër do të ketë pastaj kontrolle, do të kemi ndonjë shtrëngesë?
Po të shikojmë eksperiencën. Ka filluar ndërkohë disa kontrole. Po të shikojmë eksperiencën e grumbullimit të armëve në Shqipëri, dhe jo vetëm mbas ngjarjeve të vitit 1997, por po të marrim një periudhë 100 vjeçare, grumbullimi i armëve, qoftë mbas luftës së parë botërore, qoftë mbas luftës së dytë botërore, dhe tani mbas ngjarjeve të 97-s ka marrë një periudhë shumë të gjatë kohe. Që do të thotë që është një proces delikat, është një proces specifik, që kërkon vëmendjen e institucioneve ligjzbatuese, dhe në këtë kontekst Policia e Shtetit garanton qytetarët se do të zbatojë dhe do respektojë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Absolutisht nuk do të ketë shkelje dhe tejkalime të tyre. Gjithashtu garanton që me përfundimin e afatit të amnistisë, që është data 30 prill, Policia e Shtetit do të zbatojë me konsekuencën më të lartë ligjin. Dhe kjo ka penalitete mjaft të ashpra. Po të shikosh nenin 278 të kodit... Disa për tyre, disa për penaliteteve? Po. Po të shikosh dhe të analizosh nenin 278 kodit penal, në paragrafin e 2 për shembull, sepse amnistia vetëm 3 paragrafe të këtij neni përfshin. Paragrafin 2, 3 dhe 4. Paragrafi 2 i tij parashikon dënime me burgim nga 5 deri në 15 vjet heqje lirie për armbajtje pa leje. Dhe kjo është mjaft për të thënë që për një copë hekur, që mundet në shumë raste të jetë i ndryshkur prej kohës dhe prej pakujdesisë në mirëmbajtjen e saj, ta mbash në hatulla apo diku tjetër dhe të penalizohesh në një periudhë kaq afatgjatë. Unë gjykoj që policia do të bëj punën e vet, por periudha e amnistisë në të cilën ne kemi hyrë është një mundësi e artë për qytetarët shqiptar që ta shfrytëzojnë dhe t'i heqin nga duart e tyre armët që më së shumti kanë qenë dhe mbeten pronë shtetërore. Dhe si të tilla, duhet t'i kthehen shtetit. Mirë, ka shumë banorë të zonave rurale të cilët i mbajnë armët akoma për çështje sigurie. A ke menduar që ndoshta mund të nevojitet edhe, le të themi, një lloj legalizimi për armët për këta banorë cilët ndjenë të friksuar? Kuptohet, dorëzimi i armëve ka të bëjë me një mentalitet tradicional në vendin tonë. Nuk është një gjë e re që nuk njihet prej qytetarëve shqiptarë dhe prej institucioneve të zbatimit ligjit. Përkundër dhe propagandës që është bërë herë edhe në bashkëpunim me prefekturat, me njësitë e pushtetit vendor, me OJF-t, me institucionet fetare, me mediat, për të sensibilizuar njerëzit dhe për të ndërgjegjësuar që këto armë nuk duhet të mbahen me duart e tyre. Pra, duhet të luftohet ky mentalitet. Arma nuk duhet të mbahet më në banesë, sepse përbën rrezik për jetën e fëmijëve dhe të njerëzve. Në kontekstin e veprimeve të këtyre ditëve, ne kemi konstatuar që edhe në zona të tilla si Lezhë, Dibra, ka një predispozicion të lavdëruar të qytetarëve për dorëzuar armët. Nuk po flas për Gjirokastrën, Durrësin, Beratin, sepse janë pak më zonat pak më të familiarizuara me, por në treva të tilla që ky mentalitet mund të jetë më i theksuar, shikohen veprime që qytetarët shqiptarë me iniciativën e tyre kanë dorëzuar dhe po dorëzojnë armët luftarake. Madje është për të veçuar që në Mirdit u dorëzua para disa ditësh një mitralos 12.7 mm që është për të gjuajtur avionët. Apo një mitralos i rënd që është për një luftë frontale me ushtrinë kundërshtare. Dhe janë për të përgëzuar këta njerëz që i dorëzojnë me vullnetin e tyre duke ju përgjigjur thirrjes së Ministrisë së Brendshme të Policisë së Shtetit. Ku ka qenë fluksimi i madh? Më fal, ligji nuk parashikon që të ketë regjistrim të armëve apo në një veprim tjetër të kësaj natyre. Përkundër kësaj, është menduar nga Ministria e Brendshme që të mund të organizohen llotari
mbi bazën e proces verbaleve që do dorëzohen nga shtetat si shqiptar dhe të përfitojnë në mënyrë simbolike diçka që do të realizohet nga lotaria. Ka qenë fluksi më i madh i dorëzimeve në të shtëpisë të Shqipërisë? Këto ditët e para kemi patur fluks dorëzimesh edhe 6 deri në 8 armë në ditë. Gjirokastra, Durrësi, Berati, Lezhë, Dibra qëndrojnë më në krye të procesit, pa anashkaluar dhe drejtoritë e tjera vendore të policisë. Pra veriu deri tani. Dhe jugu, edhe Shqipëria e Mesme. A ka policia e shtetit në një vlerësim se çfarë do ta quante të suksesshme këto fushat? Pra, keni një vlerësim sa armë mund të jenë akoma në duart e popullatës dhe sa do donin ju të dorëzoheshin? Të nxjerrësh një shifër, qoftë në përqindje Është e vështirë. të parafort, është e vështirë. Por po të analizojmë rezultatet e arritura në amnistitë e para, ku më shumë se 40% e armëve u rikthyen në depot shtetërore. Duke analizuar një përqindje armësh që mund të jenë trafikuar, mund të jenë dëmtuar, mund të jenë flakur, domethënë që nuk dihet se sa mund të jetë kjo, rezulton që një përqindje e konsiderueshme është në duart e njerëzve dhe fakti që ne po marrim në dorëzim armë në këto nivele që sapo ekspozova, tregon që përqindja është për të vlerësuar. Dhe nisma është për të përgëzuar. Unë kam ndjekur dhe rrjetet sociale gjatë këtyre ditëve dhe nëse në promovimin e nismës kishte njerëz që shkruanin me mosbesim, po konstatoj ditët e fundit që po ata e pranojnë dhe vetë që promovimi i nismës ishte një diçka që nuk na troqi. Ndërkohë, rezultatet që po shikojnë në transmetimet tuaja mediatike apo që vetë policia e shtetit po i transmeton në mënyrë që të sensibilizojë opinionin publik, të gjitha operacionet e policisë ekspozohen në rrjetet sociale dhe në media, në mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe këta individ pranojnë me shumë qeltërsi që pas kanë patur të drejtë, nisma po vërtetohet çdo ditë më shumë që ka qenë domosdoshmëri dorëzimi i armëve në depo. Diçka, çfarë ndodh me armët që dorëzohen? Ka një procedurë të përcaktuar, vendimi i Këshillit të Ministrave e përcakton që armët pasi merren dorëzim nga specialisti i policisë së zonës, në fshatin X, në adresën X, kudo që të jetë qytetari, dorëzohen në depon e armatimit të njësisë së policisë brenda ditës, në konformitet me dokumentacionin përkatës, për të shmangur çdo lloj paragjykimi dhe abuzimi, dhe në përfundim, ato do dorëzohen në depot e Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo është një përcaktim shumë i saktë, rigoros, dhe Ministria e Mbrojtjes është ajo që merret me procesin e mëtejshëm, qoftë për të azjësuar, qoftë për të rikthyer në depot e saj nëse janë në gjendje të mirë, e tjera, e tjera. Zoti Dervisha, faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit ju. Faleminderit, zoti Dervisha. Faleminderit. Mirë, të nderuar shikues, ne do të shkëputemi në këtë momente për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me lajmet. Na ndiqni.